Një ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në qytetin italian të Tolentinos, ku një grua shqiptare, Gentiana Kopili, 45 vjeç, është shëdhuar për vdekje nga ish-bashkëshorti i saj, Nikolaj Hudra, 55 vjeç. Sipas hetimeve paraprake të autoriteteve italiane, Hudra, i cili jetonte në zonën e Perugjës, kishte kaluar ditën me djalin e tyre 21 vjeçar përpara se të nisej drejt vendit ku ndodhej Gentiana. Ai përdori një skuter për të shmangur vëmendjen dhe arriti deri në qendër të fshatit Tolentino, ku viktima punonte si kujdestare. Në momentin e sulmit, 45 vjeçaria ndodhej në rrugë duke folur në telefon. Autori e qellon me thikë të madhe rreth 30 cm, të cilën e kishte fshehur në rrobat e punës. Ai shkaktoi të paktën 10 plak me thikë, duke i marrë jetën në vend. Pamjet e ngjarjes janë regjistruar nga banorët e zonës përmes dritarëve të apartamenteve të tyre. Menjëherë pas krimit, Hudra ul pranë trupit të pajetë të ish-bashkëshortes dhe, sipas dëshmitarëve u shpreh, ishte ajo që duhet bërë. Tani mund të thrisni policin. Që të marris në pyetje nga hetuesit, ai rrëfeu vrasjen dhe pranoi se kishte planifikuar ta kryente, sipas tij, për të çliruar fëmijët nga viktima. Hudra madje pohoi se ish-bashkëshortja donte të helmonte fëmijët dhe atë. Policia e gjeti në makinën e tij dhe thikat e tjera, duke forcuar akuzën për vrasje të paramenduar. Prokuroria italiane ka ngritur tashmë dosjen penale për vrasje me dashje dhe po vlerëson mundësinë e një ekspertize psikiatrike ndaj autorit të krimit, i cili në të kaluarën kishte pasur konflikte të përsëritura me viktimën. Ngjarja ka shkaktuar tërënditje të thellë si në komunitetin shqiptar në Itali, ashtu edhe në opinionin publik italian, duke rihapur debate mbi fenomenin e dhunës në familje dhe nevojën për më shumë mbrojtje për gratë në rrezik.